Komisioni Antikorrupsion e ndaloi procedurën për formularin e pasurisë së deputetit dhe kryetarit të LSDM-s Venko Filipçe. Në vendimin që komisioni publikoi të njëjtën në mbrëmje, theksohet se pas verifikimeve në kadastër, regjistrin qendror, Ministrinë e Punëve të Brendshme, Drejtorinë e të Ardhurave Publike dhe disa banka, është konfirmuar se formulari i Filipçes ishte i plot dhe nuk kishte fshehje të dhënave për pasurinë. Çështja u hap vitin e kaluar kur qeveria akuzoi Filipçen se nuk kishte deklaruar pasurinë në formularin e pasurisë në Komisionin për Parandalimin e Korrupsionit dhe se gjendja e tij pasurore ndryshonte nga gjendja e mëparshme në fund të mandatit si ministër i shëndetësisë. Kryetari i LSDM-s u akuzua se kishte fshehur pasuri duke mos deklaruar të gjitha shtëpitë e tij. Filipçe këmbënguli se pasuria ishte deklaruar sipas rregulloreve të reja të Komisionit Antikorrupsion dhe se nuk kishte fshehje, por vetëm disa kopje të ndryshme të pasurisë në kadastrën për të njëjtat prona.